nuk kaloi shumë kohë dhe Ymeri tonë përsëri erdhën udhbashët dhe arrestuan. Në përbugjet Jugoslave ai kaloi edhe 2 vjet e gjysmë të tjera. Ymeri menjëherë nuk I ndryshoi bindjet por persekutorët shqipfalës të udhbës e tha një fjalë që flet shumë. Mos me paskona Demdemoqi, porosit e tij ka pasur mundësi edhe më akmor pas luftës. Emocionet janë të mëdha natyrisht në këto çaste kur t'i japin punën e fundit shokut ton, atletarit të madh, të pandalshmit, vertikalit gjithmonë Ymer Grahincës. Shumë çka u tha edhe në tubimin komemorativ në teatrin në Ferizaj. Me të drejtë tha njëri nga forcat atje se shumë çka ka për të thënë ende për Ymerin. Shpresojmë këtë ta bëjmë ne, miqtë dhe shokët e tij në të ardhmen me ndonjë diçka tjetër. Ndërkaq sot shoh shumë bashkëveprimtar të rrugës së lavdishme të Tirisë të Ymerit. Janë edhe 2 bashkëveprimtar bashkë me Ymerin në fillet e para të lëvizjes për shtërim. Ftoj, besoj, ka që ka të thot edhe në këto momente e Mbrush Xhemali. Dorën nga jeta e shokut të dashur Ymer Grahinca na kapitulluar të gjithëve. E dashura nëna Elife, e nderuara zonja Rahime, Leutrime, Vera e Kushtrim, vëllezër e motra, Hajrez, Gjemili Avne Zyl e Mustaf, Nipa e Mvesa, Farefes, familjes Grahinca. Ju lutem pranoni ngushëllimet më të thella për Ymerin tuaj dhe tonin. Të dashur banor të fshatit Cërnill, të nderuara familjet dëshmorëve, veteran, bashkëveprimtar, bashkëluftëtar, deputet, qeveritar lokal e qendror. Ymer Grahinca u lind me 10 mars viti 61, u rrit në frymën e atë dashurisë së familjes. Ai në rininë e vet, shembull të luftës e të punës e kishte luftëtarin shlirimtar, Ibrahim Grahincën, luftare komandant I luftës antifashiste nacional shlirimtare dhe luftëtar për shlirimin e saj pas riokupimit të Kosovës më 8 shkurt 45. Babai Zena dhe nëna Elifja bën gjithçka që të rritin dhe shkollonin fëmijët. Në veçanti u kujdesen për djalin më të madh, fëmijën e parë, Ymerin, në mënyrë që ai të bëhej ashtu siç deshën ata, ashtu siç e vërtet u bë, shembull që do të ndiqnin fëmijët e tjerë Hajrizi, Gjemilja, Avniu, Zyli, Mustafa, dhe jo vetëm për ta, por ai u rrit nga prindrit për shokët e tij, për gjithë Kosovën, për shqiptarinë. Ymeri qysh I ri u përfshin lëvizjen për shlirimin e vendit. Në vitet 70 ai bashkë me shok formoi lëvizjen për shlirimin nacional e social të Kosovës. Me sjelljen e tij përbashkuese, ai fitoi besimin e shokëve dhe zgjidhet nga ta kryetar I kësaj lëvizje. Ymeri me shok gjatë gjysmës së dytë të viteve 70 u mor me shpërndarjen e të vërtetës për coptimin e trojeve shqiptare nga armiqt, për okupimin e Kosovës nga ta dhe nevojës për shlirimin e saj duke shpërndar libra, gazeta ilegalisht duke bërë aksione që ishin të vogla shikuar nga kjo kohë e sotit, por atëherë ishin me domethënie dhe jehon të madhe, sidomos armikun e pengonte zgjerimi I radhëve advetare të organizuara. Pas 3 vjet veprimi, një pjesë e organizatës u zbulua. Në një rast, njërin nga udhbashët gjatë jetimeve pati thënë: mos ta zbulonim organizatën e Ymerit, kishte shkolla, plot shkolla, që gjithë nxënësit
dukej se do të futeshin në te. Vërtet rinia shkollore dhe ajo studentore në Kosovë kishte gatishmëri të jashtëzakonshme të përfshihen në aktivitete. Ymer Granica u dënua 6 vite burg fillimisht, Ibrahim Shola 5 vjet, Gjabir Morina dhe unë nga 4 vjet dhe Besim Baraliu 3 vjet. Për ndryshe, në organizat ishin përfshi nxënës se student, Enver Topolli, Ramadan Veliu, Fatmir Bityqi, Sulejman Bityqi, Ibrahim Shola, Fadil Vota, Halil Krasniqi, Murad Bityqi, Shemsi Elshani, Shpresa Baraliu, Nazif e Gjemojli, Skender Haliti, Recep Delodhi, gjithsej organizata si që është llogaritur, kishte 42 antar, 49 kandidat e simpatizant të organizatës dhe 20 adhëtar të moshave më të moshuar se ne që Ymeri dhe antarët e organizatës i këshillonin. Në pamundësi për t'i përmendur të gjithë ju kërkoj ndjes. Organizata dhe veprimtaria e saj ishin shtrirë në shumë komuna të Kosovës duke përfshirë edhe qendrën e studentëve në Prishtinë, meqense roli i Bajro Xhemolit në organizat mbeti i pazbuluar, ai i afroi shokët që kishin mbetur, i rigrupoi dhe e vazhdoi veprimtarinë. Pas 16 muajve shpërthyen demonstratat e vitit 1981. Ymeri me shok i pritën ato me entuziazëm, ndërsa adhëtari Ibrahim Granica pati thonë: mbini, që dënte të thoshte, mbini fara e kryengritjes e mbjedhur ndër vite prej shumë gjeneratave. Pas daljes nga burgu, Ymeri vazhdoi veprimtarinë aty ku i kishte lënë. Ju bashkua shokëve në organizimin në ndrejtimin e Gjabir Morinës. Ndërkohë, në nëntor të vitit 85, Ymeri martohet me zonjën Rahime Noka nga lagja e Sherretëve të Ferizajit. Nuk kaloi shumë kohë dhe Ymeri ton përsëri erdhën Utbashët dhe arrestuan. Në përburgjet jugoslave ai kaloi edhe 2 vjet e gjysmë të tjera. Ymeri menjëherë nuk i ndryshoi bindjet. Ymeri asnjëherë nuk i ndryshoi bindjet për shtrim me Bashkim Kombëtar. Këtë e dinin edhe pushtuesit e shërtorët e tij që nuk ishin të pakët në atë kohë. Edhe pas burgut të dytë ai përsëri i përndiqej, prandaj nuk i mbeti vend tjetër. U detyrua të emigrojë në Gjermani. Gjatë viteve 90-ta, Ymeri kontribuoi për Kosovën përmes Partisë së Unitetit Kombëtar të Ukshin Hotit e Halil Alidemës. Me fillimin e luftës së hapur në Kosovë në vitin 1997 deri në çlirimin e vendit, ai u angazhua në strukturat financiare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pas çlirimit, një kohë punoi në sektor të sigurisë Kosovës. Ymeri kur nuk i tregoi torturat e vujtjet që përjetoi. Ai tha se këtë nuk mund ta bënte, derisa është gjallë në Alife. Por në një rast pas luftës, kur shkoi për të vizituar qelitë e burgut të Prishtinës, ku i dolën parasysh gjithë vujtjet 8 vjeçare të burgjeve, por persekutorët shqipfalës të Udbës e tha një fjalë që flet shumë. Mos me paskon Adem Demoqi, porosit e tij ka pasur mundësi edhe më akmor pas luftës. Edhe emrat e fëmijëve, Ymeri i lanë funksion të qëllimit të tij jetësor, çlirimit për çka kërkoi trimëri dhe kushtrim për luftën finale. Andaj le emrat që përmendëm: Leutrim për djalin, Leutrime për vajzën, kushtrim për djalin tjetër, ndërsa vajzën e dytë e emërtoi atë që synohej të vinte një kohë tjetër, më e mirë, Verina, Vera. Ymeri ishte baba i dashur dhe i përgjegjshëm. Ymeri pasardhësve nuk u la pasuri materiale, por një botë të tërë shpirtërore të mirësisë, humanizmit dhe dashurisë.
një vepër që për të cilën u shkruajtën e do të shkruan libra. Ne Ymerit sot e gjithmonë i falenderohemi për jetë. Ymeri ishte shok i dashur për të gjithë ne që e njohëm, i jashtëzakonshëm komunikim, plot mirësie dhe mirësjellje, i thellë dhe larg pamës në mendime. Ishim gjithë ne me fat që e njohëm, vepruam me te, por do të mbetemi gjithmonë me ndjenjen e dhëmbjes për ndaljen nga ne para kohe, si pasojë e kohës së kaluar në burgjet jugoslave. Ymer Granica meriton nderime të shtetit të Kosovës për të cilin dha pjesën më të madhe të jetës dhe më të mirë. Pavarësisht nga të gjitha, vepra dhe shëmbulltyra e Ymerit flet vetvetiu për vetmohimin, sakrificën dhe atë dashuri. Ymeri mbetet hero i kohës që e jetoi. Faleminderit dhe lam të mirë shoku ynë i dashur Ymer Granica. Lavdi. Dashur Bob, i dashur familjar, miq të afërm. Sot që ndrojmë këtu me zemrat e thyra, por edhe me një ndjenjë të thirrë nderimi. Jemi mbledhur për të dhënë lam të mirën e fundit babait ton. Një njeriu që nuk jetoi vetëm për veten e tij, por për familjen, për njerëzit e tij dhe për adherën. Baba nuk ishte thjesht krye familjare ynë. Ai ishte shtylla jonë, ishte orientimi ynë, ishte busolla jonë në kohë të vështira. Ai na mësoi se çfarë do të thotë të jesh i drejtë edhe kur është e vështirë. Çfarë do të thotë të jesh i fortë por i butë në zemër. Çfarë do të thotë të mos harrosh kurrë rënjet edhe kur jeta të çon larg vendlindjes. Jeta e tij ishte si fluturimi në një shqiponje. Shqiponja që ngrihet lart mbi malën, që sheh larg, që nuk haron kurrë foljen e saj. Ai jetoi mes dy vendeve, Kosovës dhe Gjermanisë. Me trupin shpesh larg, por me zemrën gjithmonë pranë Dheut. Në Gjermani ndërtoi një jetë për familjen e tij. Në Kosovë la zemrën, mallin, identitetin e tij. Ai ishte ura jonë mes dy botave. Na mësoi se mund të jesh qytetar i botës, por shqiptar në shpirt. Baba ishte për shumë njerëz në shembull. Një burr me dignitet, në njeri me fjalë, një zemër që dinte të donte fort, edhe pse nuk dinte si shpejtë me fjalë. Dashuria e tij për familjen ishte e heshtur por e thirrë. Ai nuk na dha gjithmonë fjalë të mëdha, por na dha praninë e tij, për kujdesinë e tij, sakrificën e tij. Na dha krah për të fluturuar vetë, por edhe një vend kur ktheheshim kurrëshme nga jeta. Sot ndjem një bushllëk që nuk mbushet me asgjë, por sot premtojnë edhe diçka, se vepra e tij nuk përfundon këtu. Jetëshkrimi i babit nuk mbyllet në këtë ditë. Ai vazhdon në ne. Në mënyrën si do të rrisim fëmijët tonë, në mënyrën si do të qëndrojmë të drejtë kur është e vështirë, në mënyrën si të duam familjen dhe adhën ashtu siç na mësoi ai. Ne do ta mbajmë gjallë emrin e tij me vepra, jo vetëm me fjalë. Do ta çojmë përpara atë që e nisim. Do të përpiqemi të jemi njerëz që ai do të ishte krenar të çunte fëmijët e tij. Bob, ti u lodhë shumë në këtë jetë. Ke bartur bara që nuk i pam gjithmonë. Ke doruar dhimbjet që nuk i tha gjithmonë me zën. Sot të themi faleminderit për gjithçka, për dashurinë tënde, për sakrificat e tua, për shembullin tënd. U presh në paqe, baba ynë. Fluturoj lirë si shqiponja mbi malët që i dishen. Shikoje familjen tënd nga lart dhe na jep forcë që të ecim përpara pa ty, por me ty gjithmonë në zemrat tona. Nuk po të themi lam të mirë për gjithmonë, po të themi faleminderit dhe shihemi sërish kur të vijë koha. E le të qoftë Dheui i Kosovës së lirë. Faleminderit. Që të themi, të ndërruar të pranishëm, në zonja dhe zotërinj, kjo ishte lam të mira e fundit për Ymerin tonë, ndërka që, si pas një radhe logjike, do të vazhdojmë me vënien e luljeve dhe kunorave në shtëpinë e përjetësisë të Ymerit. Njëkohësisht, ju themi se këto është edhe fundi i kësaj ceremonie mortore, ndërka që familja Granica ju informon se
pritja për ngushtime do të bëhet që nga nesër për 3 ditë në restorantin Mjellma këtu në Prelez afër. Faleminderit shumë për durimin tuaj, faleminderit që nderuat figurën e adhetarit dhe shokun tonë Imer. Të dashur familjar të Imerit, miq shok, bashkë veprimtar dhe dashamir. Për të gjitha i thënë shokët tanë më parë, unë kam vetëm pak fjalë. Sot jemi mbledhur jo thjesht për varrimin e trupit të Margarincës, kthimin e tij nga mërkimi, o për të përmbushur një akt të vonuar drejtësie morale. Ky kthim është më shumë se një udhtim fizik, është rikthimi një betimi të dhënë herët, i një fjale të mbajtur deri në fund. Erdhi trupi i tij, jo si imposhtër nga vdekja, por si dëshmitar i një jete që nuk pranoi kur të bëhej vogël. Erdhi në tokën amë që e deshti pa kushte, në dheun që e njohu që fëmijë dhe që e thirri gjithmonë, edhe kur kufit ishin tela me gjemba, edhe kur fjalë lëri i paguhej me burg. Po, trupi erdhi të pushoj, dhe të pushoj aty ku gjithçka nisi, në fshatin e tij të lindjes, në tokën që ja dha emrin, gjuhën dhe karakterin, në dheun që e formoi dhe që sot e pret si bir të vetin, me heshtje dhe dignitet. Por kjo preje nuk është heshtje, është pushimi i mishit, jo i veprës. Është mbyllje e një rruge fizike dhe hapje e një shtegu përjetësie. Sepse shpirti i Margarincës nuk erdhi me avion. Ai kishte ardhur më parë. Kishte ardhur në çdo protestë, në çdo betejë të heshtur, në çdo burg dhe kur dënimi u kthye në armë, në çdo ëndër kolektive ku liria nuk negocoi. Shpirti i tij u ngrit mbi qiellin kaltrosh të Shqipërisë etnike dhe u bë yll, jo për të admiruar, po për të udhëzuar. Yll që nuk shuhet, sepse ushqehet nga sakrifica. Yll që nuk ftohet, sepse mban brenda zjarrin e një ideali të pastër. Trupi u lodh, po. U lodh nga vujtjet, nga torturat, nga netët e gjata ku drejtësia dukej e largët. U lodh nga pritja, nga padrejtësia, nga historia që shpesh vonohet të njohë bijtë e saj më besnik. Por shpirti nuk u lodh, dhe nuk do të lodhet kur, sepse shpirtat si i tij nuk i përkasin vetëm kohë se vetë. Ato bëhen ndërgjegje, bëhen mas krahasimi, bëhen pyetje e përhershme. Për ne që mbetemi, çfarë po bëjmë me lirinë që dikush e pagoi me jetë. Sot, kur trupi i tij zbret në tokën mamë dhe prehet në fshatin e tij të lindjes, kjo tokë nuk i merr thjesht si një birë. Ajo shenjetrohet dhe një herë, sepse çdo varr i tillë nuk është fund, por altar, nuk është humbje, por amanet. I Margarinca po varroset, ai po mbillet në histori, dhe nga kjo tokë, emri i tij do të mbijë si ndërgjegje, si kujtesë, si thirrje që nuk lejon harresen. Lavdi jetës që nuk u përul kur. Lavdi shpirtrave që vdesin, që nuk vdesin. Lavdi i Margarincës, yll i lirisë njerëzore sot e në shekuj. E nderuara familje Grainca, të nderuar bashkëveprimtar e ish të burgosur politik, të nderuar pjesëmarrës në ceremoninë e varrimit të ndjerit. Jemi mbledhur sot për t'i dhënë lëmtomirin e fundit ish të burgosurit politik adhetarit i kombit i Margarincës. Lajmi për vdekjen, ndarjen fizike të Imerit na pikëlloi të gjithëve. I Margarincës qysh në moshën e re
ishte i frymzuar dhe i përkushtuar për çështjen e kombit shqiptar, të cilët po mohoshin edhe të drejtat më elementare njerëzore. Ai gjatë vitit 79 formoi organizatën patriotike Lëvizja për çlimin social e nacional të Kosovës, në të cilën ishte udhëheqës i kësaj organizate. Në nëntor të vitit 79 sigurimi serb i kishte rënë në zhurmë këtyre të rinjve, duke e arrestuar Imerin së bashku me disa shokë të tjerë për të dënuar nga gjykata e Qarkut në Prishtinë me 11 qershor të vitit 80 me 6 vite burg. Ai u burgos edhe për herë të dytë në shkurt të vitit 85, ku dënuar me burgim për 2 vite e gjysmë burg. Ai ishte në për disa burgje si në Ferizaj, Prishtinë, Mitrovic, Gjilan, Pej, e Zaječar e kudo tjetër në përburgjet e Serbisë. Me Imerin si udhëheqës i grupit ishin edhe Xhabir Morina, Besim Baraliu, Ramadan Veliu, Recep Xhelolli, Ibrahim Shala, Emrosh e Baror Gjemali e të tjerët në kërkoj falje për të tjerët. Në burgun e Gjilanit u njoh edhe me Bilal Kreziun, Elmir Reqicën, si dhe erojnë kombëtar Femir Ladrovcin. Në trisnin e situatës si dhe të përndjekës nga regjimi serb në vitin 91, Imeri detyrohet të largohet nga Kosova dhe të emigron në Gjermani. Mirë po aktivitetit ti nuk u ndal edhe atje, ku vazhdon veprimtarinë kombëtare duke formuar Partinë e Unitetit Kombëtar Shqiptar. Imeri gjithmonë do të kujtohet për njeriun e urtë e të sakrificës, për adhetarin e devotshëm, për pjekurinë burrërore, edhe pse në atë kohë kur u angazhua ishte i ri, kur filloi aktivitetin e tij. Lavdi jetës dhe veprës së tij, i lehtë i qoftë dhe i Kosovës.